Në këtë edicion të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, raporti i Gjestit dhe Iglit është diskutuar pafund, si nga banorët brenda shtëpisë, por normalisht edhe nga fancat e dyshes. Në puntatën e fundit, Lidion Liço i ka pyetur se çfarë shenje janë në horoskop. Igli ka treguar se ajo është virgjëresh, kurse Gjesti është Dem. Ajo ka treguar se këto shenja shkojnë shumë, por në rastin e tyre nuk bëjnë. Andaj përgjigjja e Gjestit mori vëmendjen e re duke theksuar se ndoshta është hardhuc. Dhe për raportin e tyre, menaxherja e Iglit ka kërkuar ndihmë nga zonja Meri. Në një postim në Instagram, menaxherja e Iglit i ka shkruar astrologës së famshme zonjës Meri se si qëndron puna dhe sepse ata të dy nuk po munden të jenë një çift. Me sa duket, familja dhe menaxherja e Iglit dëshirojnë që ata të dy të bashkohen. Se çfarë do të ndodhë mes tyre, na mbetet vetëm të presim. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.